Dita e flamurit në tokë të huaj. Shqiptarët festojnë, shteti hesht. Në çdo cep të globit, nga Australia që zgjohet e para deri te Amerika që e mbyll ditën e fundit, shqiptarët e diasporës, të atyre 7 deteve, valevitin flamurin e tyre të kuqe të zi me një mall që të djeg stomakun. Familje që kanë ikur për punë, për jetë, për mbijetesë, për të shpëtuar nga një realitet që nuk u la vend as ëndrave e as shpresës. Dhe megjithatë, çdo 28 nëntor e mbajnë gjallë atë që shteti shqiptar nuk e mbron dot: dinjitetin. Në New York, në Melbourne, në Zürich, në Toronto, në Londër, në Dubai, ku të hapësh hartën e ku të shikosh, shqiptari e feston flamurin si të ishte e jalti i fundit që i ka mbetur prej vendit të vet. Dhe ndërkohë që diaspora feston në botën e huaj, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, të Kosovës, të Malit të Zi, të Preshevës, të Ulqinit, të Plavës e Gucis, të Molla e Kuqes, të gjithë marrin rrugën për në Shqipëri. Jo për privilegje, jo se shteti u lehtëson, por për një detyrim të brendshëm, një lidhje që se pret as gërshëra e politikës. Shqipëria bëhet qendra shpirtërore e kombit, por jo sepse e ndërton shteti, sepse e ndërton populli. Dhe këtu fillon turpi i vërtet. Shqipëria është i vetmi shtet në Ballkan, në Europë, e ndoshta në gjithë rruzullin, që nuk bën absolutisht asgjë për shqiptarët jashtë kufirit të saj. Asgjë. Zero. Vetëm fjalime të sheshta dhe ceremoni të thata që nuk i nxjerrin askënd nga halli. Nuk ka programe mbështetëse për shqiptarët e Luginës. Nuk ka projekte kulturore për shqiptarët e Malit të Zi. Nuk ka mbrojtje diplomatike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut ku shkelmohen e lihen pas dore. Nuk ka lobim ndërkombëtar për të drejtat e shqiptarëve në trojet ku kanë qenë para se të ekzistonin kufit e sotëm. Nuk ka as plane, as vizion, as guxim politik. Shqipëria është i vetmi shtet në botë që nuk mbron kombin e vet. Kosova, që ka dhimbjet e veta, është e vetmja që her pas here ngre zërin. Kosova. Ndërkohë Tirana zyrtare, ajo që mburret me korridore europiane, me strategji digjitale, me plot forma pa përmbajtje, nuk gjen dot një fjali të vetme të fortë për shqiptarët që vuajnë në shtetet fqinje. As një deklaratë zyrtare për t'i bërë presion Shkupit kur shqiptarët dhunohen në obore shkollash. As një fjalë për t'i dalë krah shqiptarëve të Luginës që trajtohen si qytetarë të dorës së tretë. As një strategji për shqiptarët e Malit të Zi, që çdo vit detyrohen të shkurtojnë gjuhën e vet në institucione. Në vend të kësaj, Tirana merret me tendera, me miliona që zhduken si ujë në rër, me afera në arsim, në shëndetësi, në transport, me projekte që i shërbejnë vetëm oligarkëve. Dhe ndërkohë, shqiptarët në përbot janë bërë ambasadorët e vetëm real të kombin shqiptar. Ata mbajnë imazhin, kulturën, flamurin, zakonet, pa ndihmën e shtetit, pa një dorë, pa një mbështetje. Diaspora është pasuria më e madhe politike e Shqipërisë, por është trajtuar si një kartolinë turistike që përdoret vetëm në fushata. Ky shtet që sot uron festën e flamurit me fjalë të bukura në Facebook, në të vërtet ka tradhtuar detyrimin më të shenjtë, të kujdeset për kombin. Ka një kryeministër që shkon në përbot për të pozuar, por nuk shkon asnjëherë në Preshev. Ka ministra që shpenzojnë miliona në Meksik, por nuk çojnë as 10 euro fond për komunitetet shqiptare jashtë kufirit. Ka institucione që mbrojnë interesat e një grushti njerëzish, por nuk mbrojnë interesat e mbi 15 milion shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Kjo nuk është shtetësi. Kjo është braktisje kombëtare. Megjithatë, kombi feston. Se kombi nuk mbahet nga qeverit. Kombi mbahet nga gjaku, nga kultura, nga kujtesa, nga mallëngjimi, nga amanetet e brezave. Dhe këtë 28 nëntor, shqiptarët do festojnë. Afro 100 vjet nga shpallja e pavarësisë, e vërteta e dhimbshme është kjo. Shqipëria mbahet gjallë nga populli, jo nga shteti. Dhe për këtë arsye, ndoshta kjo ditë ka edhe më shumë kuptim. Flamuri që valevitet në Melbourne, në Berlin, në Dallas, në Prishtinë, në Tetov, në Shkodër, në Molla e Kuqe, është i njëjtë. Zemra që rreh për të është e njëjtë, por shteti që duhet ta mbrojë mungon. Në një ditë si kjo, do të duhej të thoshim gëzuar Shqipëria. Por në të vërtetë, ajo që themi është gëzuar kombi shqiptar. Gëzuar ju, shqiptar të botës. Sepse vetëm ju e mbani këtë flamur të pastër. Urime 28 nëntorin. Mund të mos kemi shtet, por kemi njëri tjetrin. Dhe duke pasur njëri tjetrin ne mund të bëjmë një shtet që përfaqëson këdo e kudo.